Kryeministri në detyrë i Kosovës, njëherësh lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, pas takimit të rreth 2 orësh me presidenten Vjosa Osmani, ka thënë se do të bëjnë çmos për konstituimin e kuvendit brenda periudhës së parapar prej 30 ditore nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Ai tha se do të bëjnë çmos që këtë ta bëjnë në frymën e bashkëpunimit, idenë e konsensusit apo kompromisit, në mënyrë që siç u shpreh Kurti, të kalojmë tek formimi i qeverisë së re që i përgjigjet kuvendit të ri të Republikës. Diskutuam gjëra gjatë, i përmendëm të gjitha elementet përbërës dhe tash zonja presidente do të ketë takime edhe me përfaqësuesit e partive të tjera politike. E mbasë në fund, mund të shohim nëse kemi bërë përparime, sa kemi bërë përparime dhe se është i mjaftueshëm një përparim i tillë. Besoj se duhet të japim shansin edhe takimeve të tjera dhe në fund të shohim se cili progresi ishte për të cilin jemi të interesuar që të gjithë, ka thënë Kurti. Gjykata kushtetuese me 26 qershor i obligoi deputetët të konstituojnë legjislaturën e 9 të kuvendit brenda 30 ditëve nga dita e vendimit të gjykatës. Ndërkohë, pas kryeministrit të detyrë Albin Kurti, rahatën e ka pasur kryetari i PDK-s Memli Krasniqi për takime të parën e vendit Vjosa Osmani. Ai tashmë ka arritur në presidencë, ku edhe do të zhvillohet takimi. Presidentja dhe i pari i PDK-s do të diskutojnë mbi ngërçin institucional, temë për të cilën paraprakisht Osmani foli me Kurtin.